Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Me që se dhe Aila ishte pushim, menduam të ndryonim pak rutinën tonë, se ne ishte për shumë stresuse. Edhe po, kemi ardhur me pushime. Vendi ku kemi ardhur është Lumi Petras, më duket se quhej, do lë këtu të shkruar, se mbaj mend. Është afër Trikalës. Ne kemi ardhur para 2 vitesh në një vend tjetër, jo këtu. Kemi ardhur për Krishtlindje dhe menduam të vinim tek ky lumi që është shumë i bukur. Ju kam lënë disa pamje të lumit, sepse tani sa u kthyem nga lumi, vajtëm pak një xhiro. Nuk ju kam marrë që në mëngjes që u nisëm, sepse imagjinoni me 2 fëmijë, grindje, çdo gjë. Dhe me që tani po pres burrin dhe Ailën të vinë, sepse kanë vajtur që të porosisin për të ngrënë, nga që ne nuk vemi do të ulemi në tavernë ose djali po grindej, jashtëzakonisht shumë tani rrugës që po ktheheshim, kështu që vajtën ata t'i marrin edhe do ham këtu jashtë, sepse ka ambient për të ngrënë. Edhe po rrim këtu në një dhomë, dhoma është vetëm dru, është shumë e bukur, e thjesht, edhe më pëlqen shumë si dhomë, e mendoj që tani, me që se po rrim me djalin këtu, t'ju bëj një home tour, edhe pastaj të rregulloj djalin, ta bëj gati për të fletur, edhe kështu. Tu është dera që futesh, dhe sa futesh ke këtë që mund të varësh çantat, edhe xhaketa të çdo gjë. Pastaj është krevati me djalin. Është kjo pjesa këtu ku mund të bësh make-up me pasqyrë, kjo karrigja, pritva të tregoj se sa e bukur që është karrigja. Ka dhe këtë pjesën këtu që është një ide shumë e bukur për dhoma që nuk kanë shumë vend, edhe unë do ta bëj këtë për make-up. Këtu është dritarja, më falni për këtë qesen këtu, edhe unë jam këtu bashkë me djalin, e me lodrën. Tjetër, këtu është dhe dollapi, këtu kem vendosur një nga këto krevatet kështu, që mund të qëndroj djali, por s'besoj ta vendos fare. Pastaj, te krevati janë dhe këto dritat, më pëlqejnë shumë edhe këto. Mendoj se mund t'i bëj dhe unë diçka të tillë, po gjeta të bukura. Më pëlqen edhe kjo panorama, është shumë e bukur. Pastaj është dhe këtu një krevat tjetër që përsëri ka rroba. Këtë mbasi mori vesh zonja shtëpisë që kemi dhe një fëmijë që është më i madh, do vendosi këtë. Kjo është si ata divanët, besoj, që kanë qenë më para, po e kanë kthyer në krevat. Është dhe kjo panorama këtu, televizori, që pastaj kjo këtu që ka dhe mjalt, këtu e kemi marrë ne me vete se ha Aila. Është frigoriferi, e kanë bërë shumë bukur dhe këtë, më pëlqen shumë. Tualeti edhe këto janë. Pëlqeu është ky ambazhuri, është fantastik, shumë i bukur, më pëlqen shumë. Edhe nuk e di, nuk isha parë ndonjëherë kaq të bukur. Tualeti është i thjeshtë, ka një pasqyrë, një lavaman, kosh, ka dushin, edhe këto pjesët e tjera që s'ka shumë. Edhe pasqyra më pëlqen se ka përsëri dru. Dhe është një ide shumë e bukur. E kështu i thjeshtë është. Dhe ky ishte, unë do t'ju tregoj pastaj edhe ushimin kur të vi, edhe besoj se nesër do shihemi pastaj, se unë do merrem me fëmijët edhe nuk do kem kohë fare, se grinden edhe Ailën e shikoj që është goxha e lodhur. Kështu që mbas ushimit shihemi nesër. Mirëmëngjesi, ne kemi ngrënë mëngjesin, jam veshur, edhe po lyhem, për gjysmë e kam lënë, ja po lëja vetulla tani si kam keq. Do ikim që të bëjmë xhiro me Kal, Aila më thënë, nuk bëjmë se do bëjmë me tjerët. Dhe po, këtë kemi me plan tani, pastaj më vonë nuk e dim akoma. Duam të vemi dhe pak në supermarket. Të shikojmë se çfarë do bëjmë. Deri tani këtë plan kemi. Kështu që i ka të lyhem të pi dhe kafen që na i ka bërë kjo pronarja e shtëpisë, edhe pastaj do t'i flas më vonë.
nga supermarketi, kemi bler disa gjëra për të ngrënë. Sot pas atyre, mbas i vajtëm që hipi Ajla tek kuajt bashkë me burrin, unë ndenja me djalin, nuk është se kisha ndonjë interes të madh për të hipur. Dhe pastaj vajtëm, më thot burri të vemi pak, thot, sepse është një ujë var. Hajde, tash unë s'kishim çfarë bënim. Ishte goxha larg, vajtëm, ishte rruga shumë e keqe, po hajde, s'ka gjë. Nuk e pam shumë, unë nuk e pash mirë sepse ishte vendi pak i rrezikshëm, por gjithsesi bëri disa video dhe disa foto burri, pastaj u kthyem dhe erdhëm këtu në qytet, që kemi gjysmë ore larg dhe morëm për të ngrënë, kemi marrë mish pule sepse Ajla mishet e tjerë nuk i ha, ato që ngrëm në dje, biles dhe lam se ishte goxha darkë e madhe dhe kështu që lam kemi akoma në frigorifer. Edhe morëm mish pule, morëm sallatë të gatshme, morëm dhe disa gjëra të tjera kështu për të ngrënë. Morëm dhe disa snack sepse do vemi përsëri sot mbasdite tek lumi aty që të rrim. Edhe kështu. Tek supermarketi që vajtëm nuk ishte geta dhe doja një palë geta, sepse kam për të veshur një palë shorts nesër edhe nuk harrova në shtëpi. Kështu që ndaluam tek supermarket tjetër të marr geta edhe qumësh për Ajlën se dhe atë e harruam. Kështu që po, kam dërguar burrin se djalin e ka zënë gjumi edhe imagjino, po të hapja prap derën dhe të dilja, do zgjoj dhe më vjen keq se është lodhur goxha. Kështu që po pres këtu te makina. Edhe kështu. Në përgjithësi kemi kaluar shumë mirë. Nuk ka qenë dhe shumë vap, tani si kur filloi edhe koha ka qenë e mirë. Kështu që po jemi kënaqur goxha. Në natyrë ashtu siç duam ne, po Ajla nuk është e ka shumë qejf, po hajde gjithsesi dhe ajo po kënaqet. Dhe kështu. Ne jemi dhe nesër, pastaj pas nesër do ikim. Do të çojmë avash do ikim. Kështu që dhe nesër do shohim se çfarë do bëjmë, do ju them. Ika tani se nuk e pa më do telefonin se më dhembin duart nga që ka mbajtur djalin më të shumtën e kohëve në krah. Se nuk do në atë, nuk do në vend tjetër të rri. Mëngjesi nga dita tjetër, ne kemi dalë, kemi vajtur pak tek një kopësht ku ishte lule që tregonte që çdo lloj lule me emër edhe pemë që kanë pyjet këtu. Edhe vajtëm dhe tek një kish që është me vjetra këtu. E pam e tani do ikim tek lumi përsëri, sepse do bëjnë Ajla me burrin. Janë si punë varkash, do të shikonin se çfarë janë, që futen në det me to, që futen në lum me to. Kështu që po, tani kemi ndaluar të marrim kafe dhe do ikim atje, do a tregoj atje se çfarë është. Kështu që po. Mora dhe disa kremra tek ky kopshti, i bënte vet ai zotëria me gruan e tij, edhe do a tregoj dhe ato tek shtëpia, se këtu nuk ka mundësi. Kemi ndaluar tek një dyqan që kam duket nga këto magnetet e televizorit, e frigoriferit, nuk e di po ka, për këtu vendin diçka që ta marrim si simbol sepse nesër do ikim. Edhe ka vajtur burri me Ajlën se mam ka zënë gjumi djalin. Edhe nuk doja ta lëvizja, kështu që ndenja në makinë.
Edhe po, hëngra dhe një biskot se nuk e di pse po më merr uria. Edhe sa të vemi të ham të bëjmë, nuk e kemi vendosur akoma se ku do ham sot. Nga diçka kështu të kaloja, pa pija dhe kafen, edhe s'ku më goditin stomak. U kënaqëm, vajtëm atje, bërëm një xhiro me ato pedalonet, më duket se u quajnë, nuk e mbaj mend. E vendosëm që të vinim të 4 me se lejoj, por i kishte shumë diell dhe djali nuk i kisha një kapele dhe filloi të grinte nga dielli, ka bezi shumë diell. Kështu që e bënëm as 10 minuta, vajtëm pak xhiro dhe u kthye, paguam 20 euro. Paguam 20 euro, atje çdo gjë 20 euro ashtu. Edhe po. Si ato ka dhe me biçiklet, që mund të vendosësh, si ato e kishim vendosur fillimisht që bënte Ajla me burrin, po pastaj tham të bënim të 4. Gabim bëra, më të kisha ndenjur atje të prisja ata, se djali u lodh dhe nuk ishte për të. Nuk kishim marrë as kapele, nuk e mendoja se kishte diçka të tillë dhe prandaj nuk e kisha marrë kapele me vete. Si ka marrë asaj, si imagjinoni. Edhe kështu. Tani nuk e di se ku do vemi, nuk e di se çfarë do bëjmë. Të shikojmë, kemi parë që është një kopër zoologjik, kemi bërë foto asaj numrit të telefonit edhe vendodhjes edhe do shohim po vajtëm atje apo do bëjmë diçka, nuk e di. Të shohim. Ndërkohë kjo lotra këtu është shpëtim. E ka marrë 1 euro në pazar për djalin, e mora para se të lindja, edhe më ka shpëtuar sepse me këtë ai flequm. Erdhi burri mori ca lekë në makinë, kush e di sa ka bler, mora ca gjëra tha. Se unë këto do va tregoj o sot tek dhoma ku po rrim, te shtëpia sepse nuk është hotel, ose hoteli mund t'i themi. Ose në shtëpi, nesër pas nesër, nuk e di. Duhet e editoj dhe video, nuk e di se çfarë ka dalë, uroj të ka dalë diçka e bukur, edhe pse nuk kam folur shumë, apo kam bërë ndonjë gjë të madhe, sepse me 2 fëmijë që do bësh, çaj ulëri nuk është. Ne edhe me pushime, po vetëm pushime për ne nuk ka. Me fëmijë kështu është.